S'ka më haxh gjatë verës, Arabia Saudite merr vendimin drastik. Qendra Kombëtare për Meteorologji në Arabi Saudite, NCM, ka konfirmuar se haxhi 2025 do të shënojë herën e fundit kur peligrinazhi vjetor bie gjatë sezonit të verës me temperatura për të paktën 16 vite të ardhshme. Zhvendosja vjen për shkak të kalendarit hënor islamik, i cili lëviz rreth 10 ditë më herët çdo vit. Si rezultat, haxhi gradualisht do të kalojë në pranverë, duke filluar nga viti 2026 dhe më pas në dimër deri në vitet 2030. Ky ndryshim sjell lehtësim pas viteve të temperaturave ekstreme gjatë haxhit. Në vitin 2024, Meka pati temperatura të larta deri 51 gradë Celsius, duke çuar në mbi 2700 raste të goditjes nga nxehtësia vetëm një ditë, me disa vdekje të raportuara. Nga viti 2026 deri në vitin 2033, haxhi do të bjerë gjatë muajve të pranverës. Më pas, nga viti 2034 deri në vitin 2041 do të zhvillohet në dimër. Pelegrinët nuk do të përballen më me kushtet e verës deri në vitin 2024 kur cikli do të përsëritet. Duke ditur rreziqet që vijnë nga nxehtësia, autoritetet saudite kanë shtuar përpjekjet për të mbrojtur pelegrinët. Këto përfshin shtimin në zonave me hije, stacionet e ujit, njësitë e lëvizshme të ftohjes dhe fushatat e ndërgjegjësimit për sigurinë e nxehtësisë. Vetëm në vitin 2024 u krijuan 33 stacione të reja meteorologjike dhe radarët celular u përdorën për të gjurmuar kushtet në kohë reale në zonat ku mblidheshin peligrinët. Rreth 1.8 milion njerëz pritet i bashkojnë haxhit në vitin 2025. Me këto numër, zyrtarët saudit po përgatiten për një peligrinazh të fundit veror përpara se të fillojë ndërrimi më i freskët. Shpresa është që peligrinazhet e ardhshme të jenë jo vetëm më komode, por edhe më të sigurta dhe më të qëndrueshme për të gjithë.